Një incident ka ndodhur në seancën gjyqësore të dosjes Plumbiart. Avokati Ilir Dyzeni, mbrojtësi Besian Xhixhës, ka dalë nga seanca pasi është kërcënuar nga Nuredin Dumani. Sipas Dyzenit, Nuredin Dumani i ka thënë që jeni ofertë për ta vrarë. Avokati u shpreh se ky është presion, kërcënim i pastër, ndërsa ju drejtua prokurorit të Spakut duke i thënë se bën sa hir dhe nuk reagon. Seanca është ndërprerë dhe gjykata ka nxjerrë nga salla Nuredin Dumanin. Nuk toleroj të më kërcënoj mua dikush në sallë dhe prokurorit mos reagoj. Nuk mund më bëja i presion mua, nuk dëgjoj unë atë të më thotë të fus në listë në ofertë, thotë i revoltuar avokati. Ndërkohë dy vrasësit me pagesë Nuredin Dumani dhe ushtari i tij Henrik Hoxha, të kthyer në të pandehur të drejtësisë, kanë rrëfyer se kush qëndron pas procesi atentatit të dështuar ndaj biznesmenit Lulzim Masha, ngjarje e ndodhur tek zona e liçenit të Thatë më 18 janar 2022. Nuredin Dumani ka rrëfyer se atentatin ndaj biznesmenit e porositit Aleksandr Bao, i njohur me Nofkën Sakati, duke shtuar se Henrik Hoxhës i ka premtuar një shumë prej 150.000 eurosh për kryerjen e vrasjes. Ky i fundit ka ndërhyrë duke thënë që porosia është dhënë për djalin e biznesmenit, por më pas u ndryshua. Është marrë porosia për djalin e Lulzim Mashës, nuk u gjend ai dhe pastaj shkoi porosia për Lulzim Mashën, që ai të vinte tek varrimi. Porosia ishte nga Sakati, Aleksandr Bao, tregon Henrik Hoxha.